toksik është alkooli dhe nuk është dhënë, po themi, një këshill mbi sasinë e alkoolit. Nuk ka sot një këshill që një sasi e vogël apo një sasi e madhe është toksike. Alkooli është toksik dhe nuk varet nga sasia. Ndërkohë që në piramidat e mëparshme ishte sasi e moderuar alkooli. Sot në gjitha problematikat, që nga problematikat në shtatzani, ne flasim për korelacion me konsumin e alkoolit, por nuk e lidhi me sasin. Pra, a të pinë në një gotë apo 3 gota. Pra, konsumi i alkoolit është toksik. Ne sot kur shikojmë problematikat të neurozhvillimit tek fëmijët, kemi përpara dy prindër që nëna thot që unë kam kaluar një shtatzani shumë të shëndetshme, ama ne nuk kemi, pra nuk dim shëndetin e nënës apo abuzimin me alkoolin apo me substancat të tjera të nënës dhe të babait, se ADN-ja do të vinë nga dy prindrit përpara kësaj, pra nuk ka një korelacion, kështu që unë do të thosha që të paktën ato 9 muaj në shtatzani dhe në laktacion, sasia e alkoolit duhet të jetë 0.